Ushtria siriane është përfshirë në luftime në Alepo pasi luftëtarët e forcave demokratike siriane refuzuan të tërhiqeshin sipas një armpushimi. Të paktën 180.000 njerëz janë larguar nga luftimet. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana raporton se ushtria siriane ka siguruar lirimin e civileve që ishin ndaluar nga antarët e SDF-s në lagjën Sheikh Maksud. Nuk ishte e qartë se sa njerëz mbaheshin nga SDF-ja. Një burim ushtarak i ka thënë Al Jazeera se SDF-ja shënjestroi disa vende, përfshirë ndërtesën e sigurisë publike në Alepo me dron vetvrasës. Nanar Havaç, analist i lartë i Sirisë në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë se me qeverinë dhe SDF-n që mbajnë marrëdhënie me SHBA-n, kjo mund të kufizojë rrezikun e rënies totale të marrëveshjes së marsit, duke shtuar se ajo mban një tavan për shkallëzim. Përfshirja amerikane nuk garanton zgjidhje, por kufizon gamën e rezultateve dhe i mban të dyja palët të lidhura me një kornizë negociuese që asnjëra nuk mund ta përballojë të braktisë, i tha ai Al Jazeeras. Duke raportuar nga Damasku, Ayman Ogana i Al Jazeeras tha se Washingtoni mund të bëjë më të mirën për të nxituar bisedimet midis qeverisë siriane dhe SDF-s. SHBA-t kanë gëzuar një marrëdhënie të fortë me SDF-n për më shumë se një dekadë. SHBA-t ndihmuan në ndërtimin dhe trajnimin e SDF-s, luftuan përkrah SDF-s dhe 1.000 trupa amerikane mbeten në territorin e SDF-s, ku ata punojnë ngushtë së bashku në përpjekjet për të zhdukur ISIS-in nga Siria, tha Ogana. Por SHBA-t gjithashtu kanë forcuar kohët e fundit lidhjet e tyre me Damaskun. Presidenti i SHBA-s, Donald Trump, tha të premten se dëshiron të shohë paqe në Siri, duke shtuar se Washingtoni dëshiron të shohë të ndaluara përleshjet e ripërtrira në Alepo, raporton Anadolu. Trump tha se SHBA-t kanë raporte të mira edhe me kurdët edhe me qeverinë siriane. Ministri i punëve të jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se vendi i tij preq organizata terroriste JPG SDF të respektojë marrëveshjen e 10 marsit në Siri dhe të përmbush detyrimet e saj. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, premtoi mbështetjen e plotë të Evropës për rikëmbjen dhe rindërtimin e Sirisë, ndërsa u takua me udhëheqjen siriane gjatë vizitës së saj në Damask.